Renditja e fatit për javën e parë të majit 2026. Nga sfidat e triumfi. Stop! Para se të shihni këtë video, duhet të dini një gjë. Java që po vjen nuk është thjesht një javë tjetër në kalendar. Është një udhëkryq kozmik ku fati nuk do të ndahet në mënyrë të barabartë. Për herë të parë, kam renditur të 12 shenjat në një shkallë rritëse, nga ajo që do të përballet me provat më të vështira, deri tek ajo që do të preket nga dora e mrekullisë. A jeni ju në fundin e listës që duhet të bëni kujdes ekstrem, apo jeni fituesi i madh që do të ndryshojë jetën brenda 7 ditëve? Qëndroni me mua deri në sekondën e fundit, sepse numri 1 i kësaj jave ka një parashikim që ndodh vetëm një herë në dekadë. Le të zbulojmë renditjen e vërtetë të fatit. Luani. Luanët këtë javë do të ndjejnë një presion të pashpjegueshëm nga rrethi i tyre i ngushtë social. Saturni krijon një bllokim komunikimi që mund të çojë në keqkuptime të mëdha, veçanërisht në ambientin e punës. Mos u nxitoni të jepni përgjigje përfundimtare apo të nënshkruani kontrata të reja. Fati juaj këtë javë kërkon modesti dhe tërheqje strategjike. Mund të ndjeheni sikur bota po ju kthen shpinën, por në fakt është një test durimi. Shmangni shpenzimet e mëdha dhe investimet e rrezikshme deri në fundjavë. Shëndeti kërkon më shumë vëmendje, sidomos regjimi i gjumit. Në dashuri, heshtja do të jetë arma juaj më e mirë për të shmangur konfliktet e panevojshme. Qëndroni të qetë, kjo stuhi është e përkohshme dhe do të shërbejë për t'ju bërë më të fortë. Mos harroni se pas çdo nate vjen një agim i ri. Binjakët. Për binjakët, java fillon me një mjegullim të ideve dhe një ndjesi lodhjeje mendore. Mërkuri nuk është në pozicionin tuaj ideal, duke shkaktuar vonesa në mesazhet apo projektet që prisnit me padurim. Është një javë ku duhet të merreni me detajet e mërzitshme që keni lënë pas dore. Fati juaj është i fshehur te disiplina dhe jo te spontaniteti. Kujdes me sekretet, diçka që keni mbajtur fshehur mund të dalë në dritë nëse nuk jeni të vëmendshëm. Në aspektin financiar, kontrolloni faturat 2 herë. Dashuria mund të duket paksa monotone, por është koha e duhur për biseda serioze mbi të ardhmen. Mos kërkoni ndryshime rrënjësore tani, por stabilizoni atë që keni. Energjia juaj do të fillojë të rritet vetëm pas të enjtes. Përqendrohuni te vetja dhe meditoni më shumë për të gjetur qetësinë e brendshme të nevojshme. Shigjetari. Do të përballeni me disa sfida administrative ose ligjore që mund t'ju prishin planet e udhëtimit apo të rritjes profesionale. Energjia e javës është paksa e rëndë për shpirtin tuaj aventurier. Ndjeheni sikur jeni të mbyllur në një kafaz rregullash. Fati juaj varet nga aftësia për të zbatuar urdhrat pa krijuar rebelim të panevojshëm. Financat janë të qëndrueshme, por nuk premtojnë fitime të papritura. Në dashuri, mund të ketë një ftoje të vogël për shkak të angazhimeve tuaja të shumta. Mundohuni të gjeni kohë për partnerin, pasi mbështetja e tyre do të jetë kyçe. Shmangni debatet me eprorët ose figurat e autoritetit. Fundjava premton një takim interesant me një person nga e kaluara që mund t'ju jap një këshill të vlefshme. Përdoreni këtë kohë për të reflektuar mbi gabimet e fundit. Durimi do të shpërblehet së shpejti. Peshqit. Peshqit do të lundrojnë në ujëra paksa të trazuara emocionale këtë javë. Intuita juaj e fortë mund t'ju dërgojë sinjale konfuze, duke ju bërë të dyshoni te njerëzit e dashur. Fati juaj këtë javë lidhet me shërimin e plagëve të vjetra dhe jo me projekte të reja. Kujdes me shëndetin emocional, mos e mbingarkoni veten me problemet e të tjerëve. Në punë mund të ndiheni të nënvlerësuar, por mos lejoni që kjo të ndikojë në performancën tuaj. Një mundësi e vogël financiare mund të shfaqet të mërkurën, por kërkon veprim të shpejtë. Dashuria kërkon sinqeritet total dhe lënie mënjan të iluzioneve. Nëse jeni single, mos u nxitoni të krijoni lidhje të reja këtë javë. Gjeni kohë për art ose muzikë, pasi kjo do t'ju ndihmojë të balanconi energjitë tuaja. Jini mirënjohës për gjërat e vogla që keni aktualisht në jetën tuaj. Bricjapi. Bricjapët do të kenë një javë mesatare, ku puna e palodhur do të jetë kryefjala.
Nuk ka dhurata nga qielli, por çdo përpjekje që bëni do të vlerësohet në planin afatgjat. Fati juaj është i lidhur me stabilitetin dhe strukturën. Mund të ketë një ngarkesë të shtuar në familje, ku do t'ju kërkohet të merrni përgjegjësi të reja. Financat kërkojnë një planifikim rigoroz, shmangni blerjet emocionale. Në dashuri, komunikimi do të jetë paksa i ngurtë, ndaj mundohuni të jeni më të hapur emocionalisht. Një koleg mund t'ju ofrojë një ide interesante që vlen të shqyrtohet. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me sforcimet fizike. Java është ideale për të mbyllur çështje të mbetura pezull nga muaji i kaluar. Qëndroni me këmbë në tokë dhe mos u joshni nga premtimet që duken shumë të bukura për të qenë të vërteta. Akrepi. Fillon të ngjisë shkallët e fatit këtë javë me një rritje të dukshme të karizmës. Do të jeni në qendër të vëmendjes dhe fjala juaj do të ketë peshë në vendimmarrje. Megjithatë, duhet të bëni kujdes nga xhelozitë e fshehura në rrethin tuaj. Fati juaj anon nga transformimi personal. Është koha e duhur për të lënë pas zakone të dëmshme. Financat do të pësojnë një përmirësim të lehtë pas të enjtes. Në dashuri, pasioni do të jetë i lartë, por kjo mund të sjellë edhe skena xhelozie. Nëse jeni në një lidhje, fokusohuni te besimi reciprok. Për beqarët, një takim misterios mund të ndryshojë planet e fundjavës. Shëndeti kërkon më shumë hidratim dhe aktivitet fizik. Kjo është një javë e mirë për të filluar një kurs ose për të mësuar diçka të re që ju rrit vlerën në tregun e punës. Peshorja. Peshorja do të gjejë harmoninë që i ka munguar kohët e fundit. Planetët premtojnë një ekuilibër midis jetës private dhe asaj profesionale. Fati juaj këtë javë është i lidhur me bashkëpunimet dhe partneritetet. Nëse keni pasur konflikte me dikë, kjo është java ideale për t'i zgjidhur ato me diplomaci. Financat duken premtuese, sidomos nëse prisni një rimbursim ose një borxh të vjetër. Në dashuri, romanca do të jetë në ajër dhe do të ndjeheni më të vlerësuar nga partneri. Kujdes me ëmbëlsirat dhe teprimet në ushqim gjatë festimeve të mundshme. Një lajm i mirë nga një i afërm do t'ju gëzojë në mes të javës. Përdoreni këtë energji pozitive për të zbukuruar ambientin ku jetoni ose punoni. Kreativiteti juaj do të jetë në kulmin e tij, ndaj mos hezitoni të shprehni idetë tuaja artistike para të tjerëve. Ujori. Ujorët do të përjetojnë një shpërthim idesh inovative që do t'i vendosin ata përpara të tjerëve. Java sjell mundësi për të udhëtuar ose për të nisur bashkëpunime me njerëz nga larg. Fati juaj është i lidhur me teknologjinë dhe komunikimin masiv. Në aspektin financiar mund të merrni një propozim që në shikim të parë duket i çuditshëm, por ka potencial të madh. Në dashuri do të kërkoni liri dhe hapësirë, çka mund të shkaktojë pak tension nëse partneri është kërkues. Beqarët do të kenë fat në rrjetet sociale ose në evente grupore. Shëndeti kërkon kujdes për syt dhe sistemin nervor. Bëni pushime të shpeshta nga ekranet. Një surprizë e këndshme ju pret të premten, që do t'ju bëjë të ndiheni vërtet të veçantë. Vazhdoni të besoni në vizionet tuaja origjinale, sepse suksesi për ju afrohet me hapa të shpejtë. Dashi. Do të ndjeni një rritje të jashtëzakonshme të energjisë dhe vullnetit. Marsi ju jep forcën për të kapërcyer çdo pengesë që ju dilte përpara më parë. Fati juaj këtë javë lidhet me veprimin e guximshëm dhe udhëheqjen. Në punë do të jeni personi që do të zgjidh problemet më komplekse, duke fituar respektin e të gjithëve. Financat janë në rritje dhe mund të keni një fitim të papritur nga një aktivitet dytësor. Në dashuri do të jeni shumë tërheqës dhe do të keni guximin të shprehni ndjenjat tuaja hapur. Nëse keni plane për të nisur një projekt të ri, kjo është java green light. Shëndeti është i shkëlqyer, por kujdes nga lëndimet e vogla për shkak të nxitimit. Jeta sociale do të jetë intensive dhe plot gjallëri. Shfrytëzoni çdo minutë të kësaj jave për të avancuar drejt qëllimeve tuaja më të mëdha. Virgjëresha. Hyni në zonën e top 3 të fatit me një qartësi mendore dhe organizim perfekt. Çdo gjë që do të prekni këtë javë do të kthehet në sukses për shkak të vëmendjes suaj ndaj detajeve. Fati juaj është i lidhur me progresin profesional dhe njohjen e meritave.
Një bisedë e rëndësishme me eprorët mund të rezultojë në një rritje page ose gradim. Financat janë shumë solide dhe mundësitë për kursim janë të mëdha. Në dashuri do të ndjeheni të sigurt dhe të plotësuar, duke krijuar momente magjike me njeriun e zemrës. Beqarët mund të gjejnë dashurinë në ambientet e punës ose në një mjedis intelektual. Shëndeti është në harmoni të plotë, veçanërisht nëse ndiqni një dietë të balancuar. Java mbyllet me një ndjesi triumfi dhe realizimi personal. Ju jeni arkitektët e fatit tuaj këtë javë dhe çdo gjë po shkon sipas planit. Demi është shenja e dytë më me fat këtë javë, falë ndikimit të fuqishëm të Afroditës dhe Jupiterit në shenjën tuaj. Kjo është java e bollukut dhe kënaqësive materiale. Fati juaj është i lidhur me pasurinë dhe shijimin e jetës në të gjitha dimensionet. Pritni lajme të shkëlqyera financiare që mund të lidhen me pronat ose trashëgimit. Në dashuri, jeni në periudhën më të mirë të vitit, lidhjet ekzistuese do të kalojnë në një nivel tjetër, ndoshta një propozim për martesë. Beqarët do të kenë një magnetizëm të paprejtë që do të tërheqë shumë adhurues. Shëndeti është i fortë dhe do të ndjeheni plot jetë. Një dhuratë e çmuar ose një ftesë luksoze do t'ju vijë në fundjavë. Çdo gjë që dëshironi duket se po ju vjen vetë pa shumë sforcim. Shijoni këtë moment të ardhë, sepse yjet po ju buzëqeshin me gjithë forcën e tyre. Gafore. Më e favorizuara. Dhe ja ku erdhëm të fituesi i madh. Gaforia mban kurorën e fatit për javën e parë të majit 2026. Një rreshtim i rrallë planetar në shtëpinë tuaj të ëndrave dhe realizimeve do të sjellë atë që mund ta quajmë mrekullia e vitit. Fati juaj është absolut dhe i gjithanshëm. Një dëshirë që e keni mbajtur në zemër për vite me radhë do të plotësohet brenda këtyre 7 ditëve. Në aspektin financiar pritet një kthes radikale që do t'ju heqë çdo shqetësim për të ardhmen. Në dashuri do të përjetoni momente të përrallta që do t'ju mbushin shpirtin me lumturi të vërtetë. Shëndeti juaj do të pësojë një rigjenerim të plot energjetik. Çdo derë që trokitni do të hapet menjëherë. Është koha të guxoni të kërkoni pamundshmen, sepse universi ka vendosur t'ju thotë po për çdo gjë. Urime gafore, kjo është java juaj e ardhë. Nëse e gjetët veten në krye të listës, shkruani "E pranoj fatin tim" në komente për të kristalizuar këtë energji. Nëse jeni në fund, mos u dorëzoni, por kërkoni mbrojtjen e universit. Mos harroni të bëni subscribe të Zëri i Universit për të mos humbur asnjë lëvizje të yjeve. Shihemi në videon tjetër, ku do të zbulojmë sekretet e hënës së plotë.